A i ke menduar ndonjëherë se çelësi i rinisë, i energjisë dhe një jete të gjatë nuk ndodhet në ndonjë pilulë magjike, por në pjatën tënde të përditshme? Në këtë video do të zbulojmë historinë frymëzuese të një personi 79 vjeçar, i cili e ndan me ne sekretin e tij për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe lëkurë rrezatuese. 13 ushqime të thjeshta, por me fuqi të jashtëzakonshme që ai i konsumon çdo ditë. Këto nuk janë ushqime luksi apo të paarritshme, janë dhurata të natyrës që çdo njeri mund t'i përfshijë në dietën e vet. Para se të fillojmë, nëse të pëlqejnë videot për shëndetin, jetëgjatësinë dhe mirëqenien, mos harro të abonohesh në kanal, të shtypësh butonin pëlqej, like dhe të ndalosh një moment për ta shpërndar videon me dikë që do ta vlerësonte këtë informacion. 1. Avokado. Lëkurë e rrezatuar dhe zemër e fortë. Avokado nuk është thjesht një frut trendi që e shohim në rrjetet sociale. Është një super ushqim i vërtet që përmban një kombinim të rrallë të vitaminave, mineraleve dhe yndyrnave të shëndetshme që veprojnë në çdo qelizë të trupit. Antioksidantët si vitamina E dhe C ndihmojnë në neutralizimin e radikaleve të lira, ato grimca të dëmshme që dëmtojnë qelizat dhe nxisin plakjen e parakoshme. Yndyrnat mono të pangopura, si acidi oleik, ndihmojnë në mbajtjen e lëkurës të butë dhe të ushqyer nga brenda, duke reduktuar thatësinë dhe rrudhat. Avokado përmban edhe kalium, që balancon presionin e gjakut, si dhe vitamina B, që mbështesin sistemin nervor dhe prodhimin e energjisë. Si ta përdorësh? Në mëngjes, shto disa feta avokadoje në bukë integrale me vaj ulliri dhe pak kripdeti. Shtoj në sallata për një shije kremoze natyrale. Për smoothie, kombinoje me banane dhe spinaq për një boost të fortë ushqyes. Rezultati: konsumimi i rregullt ndihmon në rritjen e elasticitetit të lëkurës, ul inflamacionin në trup dhe mban zemrën të fortë. 2. Frutat e thata. Thesare të vogla ushqyese. Arrat, badamet, lajthit dhe frutat të tjera të thata janë një paket e vogël rinore që trupi i njeh dhe e përdor në mënyrën më efikase. Janë të mbushura me omega-3, acide yllyrore që ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit kronik, përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe mbrojnë funksionin e trurit. Vitamina E dhe polifenolet mbrojnë membranat qelizore, duke penguar dëmtimet oksidative që shfaqen me moshën. Përmbajnë magnez, i cili ndihmon muskujt, nervat dhe cilësinë e gjumit, selen, që përforcon sistemin imunitar, dhe zink, që rigjeneron indet dhe përmirëson shërimin. Konsumimi i tyre lidhet me rrezik më të ulët për sëmundje të zemrës dhe demence, sipas shumë studimeve afatgjata. Si ta përdorësh? Merr një grusht të vogël 30 gram në ditë si snack. Shtoj të coptuar në kos, sallata apo tërshër. Kombinojeni arrat me fruta të freskëta për një ekuilibër të perfekt të yndyrnave, proteinave dhe karbohidrateve. Rezultati: përmirëson shëndetin e zemrës, trurit dhe lëkurës, si dhe ndalon procesin e plakjes qelizore. 3. Shafrani indis, luftëtari i inflamacionit. Shafrani indis, apo kurkuma, është një ilaç natyral që përdoret prej mijëra vjetësh në Ayurveda dhe sot vlerësohet edhe nga shkenca moderne. Përbërësi i tij aktiv, kurkumina, ka fuqi të forta antioksiduese dhe antiinflamatore. Ajo neutralizon radikalet e lira dhe bllokon rrugët inflamatore në trup. Studime të shumta tregojnë se kurkumina ndihmon në uljen e dhimbjeve të kyçeve, përmirësimin e funksionit të trurit dhe mbrojtjen e zemrës. Përthithja e kurkuminës është e ulët në vetvete, por kur kombinohet me piper të zi, përthithja rritet me 2000%, fal përbërësit piperin. Si ta përdorësh? Përzjej një lugë çaj shafran pluhur me pak piper të zi dhe vaj ulliri për të krijuar një pastë shëndeti, që mund ta shtosh në supa, sallata apo smoothie. Për një pije antiinflamatore, ngroh qumësht, bimore apo të lopit, shto shafran, kanell dhe pak mjalt, golden milk. Mund të përdoret edhe në oriz, gjellara dhe perime të pjekura për shije egzotike. Rezultati: konsumimi i rregullt ndihmon në parandalimin e sëmundjeve kronike, përmirëson funksionin kognitiv dhe mbështet imunitetin në mënyrë natyrale. 4. Brokoli, mbrojtës i qelizave dhe kockave. Brokoli është një superheroj gjelbir që shpesh nënvlerësohet. Përmban sulforafan,
një përbërës bioaktiv që aktivizon mekanizmat natyral të detoksifikimit në trup dhe mban qelizat të reja dhe të forta. Është burimi i pasur i vitaminës C, që ndihmon në prodhimin e kolagjenit për lëkurë të lëmuar dhe vitamina E, që vepron si mbrojtës qelizor. Përmban gjithashtu vitamin K, kalcium dhe acid folik, që janë thelbësore për shëndetin e kockave dhe sistemit nervor. Ndihmon në uljen e inflamacionit sistemik, në parandalimin e dëmtimeve qelizore dhe në ruajtjen e funksioneve të trurit gjatë moshimit. Si ta përdorësh? Avulloja për pak minuta që të rruash vlerat ushqyese. Kombinoja me vaj ulliri dhe limon për një shije të freskët. Mund ta përzihesh në smoothie të gjelbir për një dozë të fuqishme antioksidantësh. Rezultati: brokoli vepron si një pastrues qelizor, forcon kockat, lëkurën dhe sistemin imunitar. 5. Hudhra, antibiotiku natyral. Hudhra është ndoshta një nga mjetet më të fuqishme të natyrës kundër plakjes dhe sëmundjeve kronike. Përmban alicin, një substancë e fuqishme që çlirohet kur hudhra çoptohet apo shtypet. Alicina ka efekte antibakteriale, antivirale dhe antifungale, duke e bërë trupin më të rezistent ndaj infeksioneve. Ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut, uljen e kolesterolit LDL dhe parandalon formimin e pllakave në arterje, duke mbrojtur zemrën në mënyrë natyrale. Ka efekte të forta antioksiduese, që mbrojnë ADN-n e qelizave dhe ndalojnë proceset inflamatore që shoqërojnë plakjen. Konsumimi i rregullt është lidhur me jetëgjatësi më të madhe në disa kultura tradicionale. Si ta përdorësh? Shtyp një thelip hudhër, lëre 5 minuta që të aktivizohet alicina dhe pastaj ja shton në gatime të ngrohta, jo të ngrohta sepse mund të shkatrohet. Mund ta përdorësh edhe të gjallë në sallata, me vaj ulliri dhe limon. Për një efekt më të theksuar, disa njerëz konsumojnë një thelbim të vogël hudhër në mëngjes me ujë të vakët, një traditë e vjetër mesdhetare. Rezultati: hudhra është mik i zemrës, sistemit imunitar dhe qelizave, duke i dhënë trupit një mbrojtje natyrale të përditshme. 6. Portokalli. Vitamin C për mbrojtje totale. Portokalli është simboli i shëndetit. Me vitamin C të bollshme, ai ndihmon në formimin e kolagjenit, ruan lëkorën të re, forcon imunitetin dhe përmirëson tretjen fal fibrave dhe ujit të bollshëm. 7. Spinaçi. Fuqi për trurin dhe kockat. Spinaçi është i mbushur me lutein, beta-karoten, vitamin K, hekur dhe acid folik. Ai ndihmon në mbrojtjen e trurit nga plakja, forcon kockat dhe ruan elasticitetin e enëve të gjakut. Ideale për sallata, smoothie apo gjellë të ngrohta. 8. Shega. Gjevahiri antiplakje. Shega është e pasur me punikalagjina dhe acid elagjik, dy substanca që neutralizojnë radikalet e lira, luftojnë inflamacionin kronik, përmirësojnë qarkullimin e gjakut dhe ndihmojnë në rigjenerimin qelizor. Një gotë lëng shege e freskët në ditë është si një spa e brendshme. 9. Çaj jeshil, eliksiri i trurit. Çaj jeshil përmban katakin, EGCG, një nga antioksidantët më të fuqishëm të njohur. Ai përmirëson kujtesën dhe përqendrimin, mbron zemrën, ndihmon trupin të luftojë inflamacionin. 1 ose 2 filxhana në ditë mund të bëjnë diferencë të madhe në mirëqenie. 10. Çokolata e zezë. Kënaqësi me përfitime. Kur zgjidhet me kujdes, minimum 70% kakao, çokolata e zezë është një antioksidant i fuqishëm që përmirëson qarkullimin, ul tensionin, rrit humorin fal serotoninës. Këshilla: konsumoje në sasi të vogël, por çdo ditë. 11. Vaj i ullirit, ari i lëngshëm mesdhetar. Vaj ekstra i virgjër i ullirit është baza e një jete të gjatë. I pasur me yndyrna të shëndetshme, vitamin E dhe K, ai ul inflamacionin, mbështet zemrën dhe trurin dhe ndihmon në ruajtjen e elasticitetit të qelizave. Një lugë gjelle çdo ditë është një zakon i artë. 12. Xhenxhefili, stimuluesi i trupit dhe mendjes. Xhenxhefili ka vlera të fuqishme antiinflamatore dhe ndihmon tretjen duke urur fryrjet dhe përzierat. Ai gjithashtu përmirëson qarkullimin dhe ndikon pozitivisht në humor dhe përqendrim. 13. Domatja, burimi i likopenit.
Likopeni është një nga antioksidantët më të fuqishëm që mbron qelizat nga plakja. Domatet janë të pasura me të, si dhe me vitaminë C, A, kalium dhe folate. Këshilla: likopeni përthithet më mirë kur domatet gatuhen lehtë dhe kombinohen me vaj ulliri. Përfundimi. Sekreti që nuk është sekret. Sekreti një jete të gjatë dhe plot energji nuk është një rregull i ndërlikuar, por një zgjedhje e përditshme. Këto 13 ushqime janë shembulli më i mirë se ushqimi është mjekësi. Duke i përfshyrë rregullisht në dietë, i jep trupit tënd çdo ditë armët që i nevojiten për qëndruar i ri, i fortë dhe i mbrojtur. Shkruaj në komente: cilat nga këto ushqime i konsumon tashmë? A ka ndonjë prej tyre që do të fillosh ta përdorësh që nga sot? Mos harro të abonohesh, të pëlqesh videon dhe ta shpërndash me njerëzit që do. Shëndeti fillon në kuzinë.